Edicioni i tretë i Ferma VIP ka nisur zyrtarisht të premten duke sjellë një risi të madhe që në start. Për herë të parë moderimin e këtij formati e mori prezantuesja e njohur Arbana Osmani. E njohur për vite me radhë si figura kryesore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Arbana kishte prezantuar disa edicione të këtij formati, përfshirë të 2 spektakle me shikueshmëri shumë të lartë. Megjithatë, në mënyrë të papritur në edicionin e tretë, ajo nuk vazhdoi më si moderatore, ndërsa në vendin e saj erdhi Ledion Liço, që për asaj kohe shpeshherë është vënë re një thumbim i nënkuptuar mes 2 prezantuesve, qoftë gjatë paraqitjeve televizive apo përmes postimeve në rrjetet sociale, dhe duket se një mesazh i tillë nuk mungoi as në hapjen e Fermës. Në fjalin hapëse të spektaklit, Arbana deklaroi: "Ky spektakël është një format origjinal i cili patjetër në qendër ka konkurrencën, por ka diçka më të rëndësishme se konkurrenca, punën, disiplinën, bashkëpunimin, ata që ndoshta kemi nevojë ta shohim pak më shumë në ekranet tona." Duke qenë se Ledioni prej 2 vitesh drejton formatin më të ndjekur në Shqipëri, këtë pjesë shumë e interpretuan si një thumbë të drejtë për drejtë, duke lënë të kuptohet se ekranit shqiptar i nevojitin qasje të reja. Një tjetër detaj që u komentuar gjithësisht ishte edhe përzgjedhja e këngës Ëndërroj të Altin Gocit për hapjen e spektaklit. Kjo këngë kishte qenë një hit i lidhur ngushtë me edicionet e para të shtëpisë më të famshme, ku refreni i saj i drejtohej yjeve, një term që Arbana e përdorte shpesh për banorët e shtëpisë. Madje Altin Goci kishte performuar këngën edhe live në skenën e shtëpisë më të famshme, çka bëri që përzgjedhja e saj për hapjen e Fermës të mos duket thjesht shartësi për shumë ndjekës. Sido që të interpretohen këto detaje, mbetet për të parë se si do të zhvillohet dinamikat në vazhdim mes 2 kolegëve, dhe nëse thumbimet e nënkuptuara do të vazhdojnë edhe në javën e vijim. Ne do të themi se Ferma VIP theu rekorde në shikueshmëri, por edhe në kërkimet në Google, gjë që të cilën Arbana e bëri menjëherë publike. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.